Disa vite i kemi prerë jashtë, një kohë i kemi prerë në Hungari, më pastaj tash i prejmë në Poloni, në një tërtore që është e certifikuar halal, dhe është një tërtore gjigante, është tepër e madhe. Aty janë të gjithë të më duhet praktiku të gjitha standardet evropiane, mirë po duke qenë edhe Komisioni jon i Bashkisë Islame prezent gjatë prerjes, çdo lop prehet, pra përmes, si thot shariati, jo me plumbe ku ta diun e çfarë, por sipas normave shariatike, dhe aty me sekeci kam shu. Me sekeci kam shu, dhe aty unë dëshiroj me këtë rast falenderoj shumë edhe qeverinë e Polonisë, e cila ministria atje, po them, e shëndetësisë, që për momentit kur fillon prerja e kurbanëve, deri kur përfundon, i dërgon pra njerëz të saj, komisionin që rrin prezent aty derisa të përfundoj procesi. Vërtet diçka për tu përkrahur, diçka për tu vlerësuar, jashtëzakonisht shumë, sepse kanë treguar gatishmëri për punë dhe për të qetësuar dhe shpirtrat të gjithë neve besimtarëve që bëjmë pagesën.